Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit tonë Business Plus. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, sa i përket të ardhmes së të rinjve shqiptar. Aftësitë e shekullit të 21. Për këtë temë kemi ftuar sot Francesca Muçon nga rrjeti profesionistëve të lirë. Francesca, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Mirë se erdhët. Shumë kënaqësi edhe për ne që jeni këtu. Do doja që bisedën tonë ta nisim me ndoshta një pyetje që lidhet, cilat janë pikërisht ato aftësi që ta bëjnë të riun e sotëm të jetë konkurrues në një treg pune që po ndryshon vazhdimisht. Mendoj së pari që tema është shumë e vlerë në të gjithë sfidat dhe ndryshimet teknologjike, por të sigurisë globale që ne po hasim si shoqëri, është akoma më me shumë vlerë që çdo i ri në Shqipëri apo kudo qoftë të investoj profesionalisht dhe personalisht në veten e tij. Dhe faktikisht janë disa aftësi të cilat quhen aftësitë e shekullit 21 ndryshe, që konsistojnë që tek pjesa e aftësisë për të zgjidhur probleme, aftësitë për punën në grup, termi pa njohur në Shqipëri, bashkëpunimi, por shumë i nevojshëm. Mendimi kritik, inteligjenca emocionale, mësimi gjatë gjithë jetës. Pra, janë një sër aftësish që çdo i ri, pavarësisht se shkolla ta ofron apo nuk ta ofron mundësinë, është e nevojshme të gjejë hapësira dhe mundësi për t'i zhvilluar dhe për mos ta menduar më vendosjen e tij në tregun e punës si një kornizë apo si diçka statike që nuk ndryshon kurrë, sepse ka për të ndryshuar dhe gjatë gjithë kohës ne do kemi profesione të reja, që do thotë edhe ne si individ duhet të gjendemi të përgatitur për të përshtatur. Dhe përshtatja në fakt është edhe një aftësi më vete në kuadër të këtyre aftësive të shekullit 21 që unë përmenda, që duhet mësuar ose të paktën duhet bërë një përpjekje për ta kuptuar dhe për ta pranuar. Ju cituat shumë mirë në fakt përshtatja për gjatë gjithë jetës, në sensin që mund të dalin nevoja të reja apo profesione të reja. Po në vetvete sistemi arsimor sa na ndihmon që të kemi aftësi të vazhdueshme apo na kornizon brenda një profesioni. Për hir të vërtetës, sfida e zhvillimit të aftësive në shkolla apo në sistemin e edukimit nuk është një sfidë izoluar vetëm në Shqipëri. Pra, unë nuk dua që neve disa nga sfidat që shoqëria jonë shqiptare po kalon, t'i shikojmë si sfida të izoluara. Shqipëria kjo qendër e negativitetit dhe çdo gjë e keqe po ndodh vetëm këtu, sepse nuk është e vërtetë. Shumë nga këto sfidat në lidhje me zhvillimin e aftësive apo zhvillimin e një ambienti që ndihmon të riun apo qytetarin që gjatë gjithë kohës të zhvillohet dhe të përshtatet, janë edhe sfida që ndodhin në shoqëri të tjera europiane apo në shoqëritë globale. Megjithatë, kjo nuk justifikon faktin që shpenzimi publik për arsimin në Shqipëri, për shembull, gjatë vitit 2024 ka qenë 2.41%, në vitin 2025 2.68%, që është shumë më pak se sa që është shumë më pak se sa shpenzimi publik për arsimin i Bashkimit Evropian 5%, që do të thotë që ne duhet ta kemi edukimin dhe arsimin në fokus për të formuar shoqëri të forta, për të formuar një shoqëri e cila ndihmon rinjën shqiptare që ta projektojë të ardhmen e saj në Shqipëri, por dhe mbi të gjitha të ketë ato parime vlera demokratike dhe të ketë një bazë të mirë edukimi. Dhe këtu përfshihen edhe aftësitë digjitale dhe kuptueshmëria e teknologjisë, që edhe kjo bën pjesë e atyre aftësive të shekullit 21 që përmenda më përpara. Nga eksperjenca juaj, për shembull, edhe nga rrjeti profesionistëve, sa i kanë të rinj shqiptar të aftësi digjitale? Sepse ne mendsojmë, duke qenë se përdorimi i telefonit apo dhe internetit në brezat e ri, sidomos Gen Z për shembull që i quajmë ne, që kategorizohen, është në përdorim masiv. Sa i kanë vërtet të aftësi digjitale? Për hir të vërtetës, sipas studimeve nga të paktën 2 studime që më vijnë mua tani ndërmend, ai British Council dhe Friedrich Ebert Stiftung, të rinjt në Shqipëri shpenzojnë një kohë shumë të madhe në mediat sociale, diku 4 deri në 5 orë, që është shumë kohë. Dhe mbi të gjitha që mediat sociale në Shqipëri nuk është se promovojnë tani vlera apo
diçka të mirë. Dhe nuk janë në funksion Jo, nuk didaktikës, as pak. Dhe mbi të gjitha çfarë shikojmë problematike është fakti që të rinjt influencohen nga mediat sociale. Pra të pyetur se kush janë influencuesit apo nga çfarë impaktohen ata më shumë, kanë përmendur familjen dhe më pas mediat sociale. Dhe kjo është e frikshme. Për hir të vërtetës mua nuk më vjen ndërmend një studim i cili flet për aftësitë digjitale që të rinjt kanë në Shqipëri, por konsideruar faktin që ne akoma kemi shkolla në Shqipëri që nuk kanë tualeta, dhe është me qesh dhe me qafë. Nuk po flasim fare për kompjutera në këtë rast. Nuk besoj se kanë kompjutera. Nuk dua të përgjigjsoj se jam edhe e informuar për disa iniciativa që synojnë që shkollat të kenë salla digjitale dhe nuk dua të përgjigjsoj. Por aman, unë jam në ndjeni të shumë rasteve që këtë lëndë nuk merren seriozisht, apo dhe kur them jam në ndjeni nga komunikimet apo nga aktivitetet që ne me rrjetin e profesionistëve të rinj bëjmë në Shqipëri, ku marrim edhe komente nga të rinj se çfarë funksionon apo si funksionon. Ju cituat që jeni gjatë kohës në kontakt me të rinj, në varësi edhe të programeve që keni dhe të rrjetit që drejtoni. A keni një feedback nga ata se si duket momentalisht lidhja mes arsimit dhe tregut të punës, pra në praktik? Që do thotë si arsimohen, çfarë marrin nga arsimi dhe çfarë gjejnë në tregun e punës? Lidhja midis arsimit dhe tregut të punës për të rinjt në Shqipëri nuk duket fare momentalisht. Dhe kjo nuk është e thënë vetëm nga komunikimet apo nga puna që ne bëjmë me të rinj dhe feedbacku, pra komentet që marrin për tyre, por edhe nga ato studimet që unë citova më përpara. Pra që një ndër frikrat që të rinjt kanë më së shumti në Shqipëri në ditën që ne flasim për postsigurisë së jetës është edhe a do ta gjejnë një punë në momentin që do mbarojnë studimet. Dhe dua të citoj që vetëm 4% e të rinjve në Shqipëri janë të kënaqur me cilësinë e edukimit në vend, kjo sipas një studimi të FES, dhe është më rëndësi që ta citoj burimin nga. Dhe për mua kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme që të rinjt nuk shikojnë një trajektore të qartë se çfarë i ofron vendi i tyre për sa i përket punësimit të tyre të ardhshëm. Që për hir të vërtetës deri diku nuk e quaj frikë të drejtë, e quaj më shumë frikë të trashëguar nga prindërit e tyre, dhe unë mendoj që problemi në Shqipëri janë të rriturit, se ti kur takon të rinj shqiptar nga rrethet apo nga Tirana, sinqerisht unë gëzohem, më bëjnë të lumtur dhe më bëjnë të motivohem më shumë që ta vazhdoj ta bëj këtë punë që bëj, nga ato ide të bukura të pastra idealiste dhe qytetare, mbi gjitha që ti gjen midis të rinjve në Shqipëri. Më pas, ti takon të rritur, që vazhdojnë akoma kanë ato toksinat e regjimit komunist në Shqipëri, dhe që në një lloj forme interferojnë në të gjithë perspektivën e bukur që të rinjt kanë në Shqipëri. Po ndonjëherë janë edhe frikra të trashëguara. Jo, në sensin që janë brezë të cilët kanë kaluar në periudha jo shumë të mira, dhe që nuk i ka dhënë ndoshta shumë mundësi që të jenë le të themi pozitiv. Po kjo nuk është më realitete. Pra ti po jeton në një shoqëri globale tani. Ti tani çfarë po flisni më përpara bashkë? Puna nga shtëpia, mundësia që ti ke që të jetosh në Shqipëri, po ndërkohë të punosh për një agjenci apo një kompani në Amerikë. Dhe mendoj që gjithë këto ide apo gjithë këto frikra që transferohen tek të rinj, dhe kjo është shpjeguar edhe sociologjikisht, ka një proces që quhet the political socialization process, ku ndër të tjera flitet edhe se si familja impakton ose ndikon brezat e rinj me frikrat e tyre. Edhe në vendimarrje. Edhe në vendimarrje, apo një pjesë tjetër që është ai intergenerational trauma, pra traumat midis gjeneratave. Frikrat e tyre padyshim janë shumë të drejta, sepse kanë pa tmerre me sy, kanë jetuar në një shoqëri ku ti kishe frikë të flisje të veproja, apo kishe një ekonomi të centralizuar, ku nuk kishe mundësi të shkojë në arsim të lartë, dhe më pas na erdhi kjo histeria për të pasur të gjithë shkollë të lartë, që as me këto nuk jam dakord,
se ti mund të bësh një shkollë profesionale, drejt. mund të bësh një kurs profesional, që mund të jetë shumë më tepër i dobishëm. Dhe i kërkuar, sepse kemi profesione që janë shumë në kërkim. Po, padyshim që po. Dhe mund të kesh një jetë shumë më tepër më të mirë, si nga kënaqësia profesionale, si nga të ardhurat, dhe çdo gjë tjetër. Pra, padyshim që familja është e rëndësishme dhe padyshim që këshillat që neve prindërit na japin edhe duhet i dëgjojmë, por kjo nuk do të thotë që neve duhet të kornizohemi nga frikrat e tyre, sepse frikrat e tyre nuk paraqesin më shoqërinë shqiptare dhe një shoqëri e cila tani është ekspozuar ndaj të ashtu quajtur globalizëm. Dhe do vazhdoj akoma më tepër. Pra, nuk ka më Shqipëria kthim mbrapsh në ato komunizëm, e më thash. Përkundrazi, ne si rini dhe ne si shoqëri duhet jemi gjithmonë më tepër të hapur dhe kërkues për të zhvilluar aftësi profesionale dhe për mos ta parë më zhvillimin ton profesional të kornizuar një punë të rehat. Kjo është e frikshme, kjo është smundje, s'ka punë të rehat. Puna duhet marrë seriozisht, ne duhet fillojmë ta marrim veten ton seriozisht, kontributin ton në shoqëri seriozisht, Shqipërinë ton seriozisht. Por shpesh herë unë ndjej që në këtë vend njerëzit nuk e marrin veten dhe shoqërinë seriozisht. Francesca, përmendën ndikimin e familjes, po nga ana tjetër këta të rinj përballen me kompanitë dhe me mendësitë e tyre, se në fund çdo kompani ka mendësi të caktuara, qoftë ajo ndërkombëtare apo shqiptare. Në njohuritë tuaja dhe në punën që ju ka lidhur, këto kompani, pra shqiptare, sa mund cilen të rinjve që të shpalosin talentet e tyre, apo jemi akoma te ajo që kërkohet eksperienca? Jemi akoma tek ajo që kërkohet eksperienca dhe e kuptoj pse. Por nga ana tjetër mendoj që edhe kompanitë shqiptare po detyrohen që ti ndryshojnë ndoshta ca qasje të tyre të operimit, për mungesës së punonjësve, po edhe se vetë kanë kuptuar që nëse ne këta punonjës nuk i trajtojmë mirë, apo nëse ne nuk adoptojmë ca politika të brendshme për zhvillimin e burimeve njerëzore etj etj, do jemi në probleme së shpejti, ashtu si kundërse po janë. Ndaj mendoj që ose kam dëshirën ta shikoj kështu, nuk e di se fund ditës unë nuk jam eksperte për biznesin, po çfarë është ndjesia që unë marr nga gjithë punët që bëj dhe komunikimet që kam, është që bizneset po zhvillohen, po bëhen më të hapura për të pasur mendësi të reja dhe për të zhvilluar politika që i krijojnë më tepër hapësirë si punojësi, po edhe energjive të reja. Megjithatë, ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm që ne në Shqipëri kemi akoma biznesin familje, pra çuni xhaxhit, goca dajës, paca rregullore të brendshme, biseda WhatsApp, pra akoma nuk kemi një biznes që është i zhvilluar, ka zhvillim organizacional. Kemi, po janë pak. Kemi, por janë pak, po, shumë e drejtë. Por unë mendoj që sa më shumë shoqëria shqiptare hapet dhe sa më shumë shoqëria shqiptare zhvillohet, apo dhe sa më shumë neve hecim në procesin e integrimit të vendit, edhe biznesi është nevojë e brendshme që ti nuk ke ku ti shkosh. Pra, do kesh mungesa punojësish, detyrimisht do fillosh edhe ti të përshtatesh, apo të zhvillosh mundësi se si biznesin tënd të vazhdosh ta mbash në lojë. E qartë. Francesca do doje 2 këshilla për të rinjt cilët janë aktualisht në sistemin arsimor ose duan të kalojnë, pra të specializohen në një fushë të caktuar, dhe ata që janë në kërkim të një pune. Cilat do të ishin këshillat që ju do t'i jepni, duke marrë parasysh pikërisht gjithë të bisedën, bashkë me aftësitë e shekullit 21 që i cituam më herët. Tani kjo është çike vështirë. Këshilla. Tani për ata të rinj që janë ende në sistemin e edukimit, unë do thoja beso, puno, kërko dhe gjëra do të vinë. Por ama po nuk besove në mendimet e tua, në atë vizionin që ti ke, apo në ato dëshirat që ti ke, dhe po nuk kërkove mundësi, apo dhe një të njohur, apo dhe një kontakt që ti e shikon që mund të të bëj diçka, apo dhe një faqe që shikon në Instagram të shkruash diçka, dhe mbi gjitha po nuk punove në zhvillimin e aftësive të tua, apo në zhvillimin e vetes tënde,
gjërat nuk vinë. Ndërkohë po i bërë gjithë të fazat, gjërat do të vinë, do shpalosen për të. Dhe nuk e për ta kuptuar. Pra, edhe mua po të më thoshte dikush në gjimnaz që Franciska do të mërzitet avioni dhe do të bëhet avioni si ku ta dion taksi, si autobus do më thënë, nuk të ta besoja. Po ndërkohë unë besoja dhe vazhdoja, vrapoja, kërkoja, punoja dhe gjërat bëhen me kohë. Do më thënë vinë në vendin e tyre, po ndërkohë do dhe pak durim dhe do dhe shumë punë, teksa do pak durim. Ndërkohë, për sa i përket atyre që janë në tregun e punës. Atyre që janë në tregun e punës, prap shumë besim dhe prap shumë investim në veten dhe në aftësitë tua profesionale dhe personale. Dhe mbi gjitha që mos ta shikojnë veten apo zhvillimin e tyre në këto kornizat që mbarova shkollën duhet bëj këtë, pas kësaj duhet bëj atë, nuk ka më limita. Shikojeni veten pa limita dhe mbi gjitha kërkone, si nga punëdhënësi, ngrijeni zërin për gjërat që ju mendoni se duhen bërë ndryshe, jo duke shkaktuar konflikt, po ndoshta duke pasur një qasje miqësore, këshilluese, se një ndër aftësitë e tjera të shekullit 21 është edhe komunikimi, pra të dish se si të komunikosh. Dhe gjërat përmirësohen, zhvillohen, pra më quani optimiste apo iluzioniste si të dëshironi ju, po unë besoj që neve kemi nevojë për më shumë besim si shoqëri, dhe këtu më vjen ndërmend edhe një shprehje e Fanolit që po e lexoj tani, që thotë që arsyeja pse ne si popull kemi ngelur më mbrapa nga të tjerët ose nuk kemi dashuri mes vetit ton. Kështu që më shumë dashuri, më shumë besim, më shumë bashkëpunim, dhe do ta shikoni që dhe jeta juaj bëhet më e bukur, gjërat fillojnë hecin më mirë. Do doja që bisedën tonë sot ta përfundoni me ndoshta ndonjë histori suksesi që ju jeni njohur nëpërmjet rrjetit profesionistëve të lirë, në cilat njëri ka arritur diçka, qoftë ndoshta duke theksuar edhe këtë rëndësinë e aftësive të shekullit 21. A ka diçka që mund të ndani me ne? Kjo është pak e vështirë se tani në të paktën 5 vite veprimtari që ne kemi si organizat, ne kemi pasur 1850 përfitues të drejt për drejt të aktiviteteve tona, apo kemi bërë diku të 150 aktivitete. Dhe ndoshta është pak e vështirë që të ndash vetëm një histori, kur ka kaq shumë dhe unë jam entuziaste për gjitha këto. Po për shembull, nuk e di, po më vjen ndërmend tani dikush që përfitoi nga një mundësi Erasmus që ne i dham për të shkuar në Poloni dhe aty mësoi se si funksiononin biletat apo sfidat që ti has në aeroport. Dhe se si ta zgjidhësh të problem, që ti krijon dy aftësi. Dikush tjetër nga Thumana që ka qenë një periudhë që ne kemi punuar shumë në atë zonë, që i ofruam kurse tek Tumo dhe të gjitha ato të rinj që ne vazhdojmë jemi në kontakt, tani kanë marrë një drejtim profesional dhe fakti që u ekspozuan jo me disa internshipe pune, jo me disa kurse tek Tumo, i bëri ata të kuptojnë më mirë se kush është drejtimi që ata duan të ndjekin në jetë, apo kush është aspirata e tyre profesionale. Emra të përveçëm nuk do doja të jepja, se më duket si e pa drejt për pjesën tjetër, po besoj që secili prej tyre që ka shprehur dëshirën, për të qenë pjesë e një aktiviteti ton, është në vetvete një histori suksesi, dhe pavarësisht se ndoshta se investimi i njerëz është një investim i gjatë në kohë. Pra që ti nuk e shikon rezultatin në 2 ditë. Po pas disa vitesh kur bën një reflektim e shikon se si në shumën tënde si njeri ka ndikuar dhe i trajnimi, ka ndikuar dhe i Erasmusi, dhe i granti vogël, dhe kjo dhe ajo. E drejt. Franciska, të falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit, kënaqësia ime.